Selamu alaikum të dashur shikues të Radio Televizioni Iliria. Përshëndetje dhe mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Ta njohim të vërtetën. Jemi bashkë me të nderuarin profesor Dr. Shevqet Krasniqi. Tashmë dini që emisioni është drejt për drejt. Ju mund të bëni pyetje në 046 220022 duke telefonuar apo edhe pyetje të shkruara në të njëjtin numër. Emisionin përveç që mund ta ndiqni nga Radio Televizioni Iliria, gjithashtu mund ta ndjekni edhe nga të gjitha rrjetet sociale të profesorit të nderuar Dr. Shevqet Krasniqi në Facebook, në kanalin e YouTube-s, po gjithashtu edhe në TikTok. Profesor, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se gjë. Allah ju nderoft që edhe në muajin e madhreshëm të Ramazanit, në muajin e vlerave shpirtërore, jeni gatshëm me qenë pranë dëgjuesve të Radio Televizionit Iliria. Profesor, një dëgjues në fakt thotë që djali po ka shumë dëshirë me vendosë bredhen për muajin e shenjtë të Ramazanit. Masi për vitëri është haram, thot a bën me e vendos për Bajram. Bajram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke wa taala, salavat dhe selam pejgamberit të bekuar, shokëve të tij të nderuar dhe të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët rrugën atij burrit të madh e kanë ndjekur dhe kanë pasuar. Pastaj lusim Allahun e madhruar të bareke wa taala me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të përkryera, që të na pranon këtë agjerim, që të na pranon këto amele, këto vepra, të punë të hajrit, sa do pak qofshin. Lusim Allahun gjithashtu që të na mundsoj ta presim edhe fundin e këtij muaji. Të dalim prej këtij muaji të falur nga mëkatet, të amnestuar nga zjarmi i xhenemit. Allahumma amin. Pastaj, sa përket pyetjes konkrete, zbukurimi i shtëpive për festën e Bajramit. Në parim është i lejuar, madje edhe i preferuar, i lavdruar, sepse është shenjë gëzimi. E gëzimi për Bajram është shenjë e imanit e besimit të robit. Nga se po e vlerëson, po e madhron një festë të cilën Allah e ka vlerësuar, e ka madhruar. E ne gjithherë, kur e ngrisim, e vlerësojmë, e çmojmë, e madhrojmë, atë që Zoti ka ngritur, ka madhruar, e bëhet për hir të Allahut dhe në të kash problem. Se fjala vije, shpenzimet që i bëjmë në xhami. Nuk kemi interes personal, por Allah i ka lavdruar xhamit, i ka përmendur xhamit, i ka emërtuar si shtëpi të tij, ka thirrë me shkon to, me ndërtu ato, me mbajt ato, për kujdes për to, ka premtuar shpërblim të madh për to. Të në këto e shtyn robën që të jap, të shpenzoj nga leku, nga koha, nga mundi, për ata që ka madhru Zoti që është xhamia, për shembull. Pse ka këtë? Sepse ky është separim. Separim. Ose Allah i madhruar ka ngritur lart uleman dietarët për hatër të dijes, për hatër të kontributit të tyre në shoqëri, për hatër të përhapjes së dinit, mësimit të dinit të tjerëve. Për hir që Allah i ka ngritur uleman, ne si popull e respektojmë, e çmojmë dhe i vlerësojmë dhe i ngritum.
Reagojmë për hatër të Zotit. Dhe jo vetëm që është e lejuar, por është shumë e preferuar. Andaj kthehemi tek zbukurimi i shtëpive për festën e Bajramit. Në parim është i lejuar, madje i preferuar, i lavdruar, por kjo preferencë nuk gëzon tash me qenë llogari të ndonjë feste tjetër. Me këtë po du me thonë, nuk bën të mendoj dikush se s'mujta me rregullu e me zbukuru shtëpinë time për vitin e ri, për festat e fund vitit, atër për zbukurej për Bajram. Jo, mund është me thonë, e pse ata për zbukurojnë shtëpit e tyre, pse na jo, edhe unë kom zbukurua shtëpinë tam për Bajram. Me shprehat kënaqësinë time për ardhen e kësaj feste të madhe. Apo dhe Ramazanin. Gjithandej në për botë, me shekuj, në botën islame kanë zbukuruar rrugët, xhamit, me ardhjen e Ramazanit, me ndryqim, me format të mundshme të ndryshme që kanë pas mundësit të tyre në atë kohë, deri tek zbukurimi i ditës për Bajram veçanti. Andaj lejohet me zbukuru shtëpit për Bajram. Kë apo kjo pyetje ekskluzivisht për punën e bredhit. Tani bredhë është bredh. Nëse te konsideron se zbukurimi i shtëpisë është më mirë me bredh, duket më mirë, s'ka gjë të keqe. Por mos e lidh këtë me festat e fundvitit. Nuk bën të lidhen. Joni është veçantë, s'kem puna me ta. Po. Presim telefonatën. Selam aleikum. Alo? Alo, mirë se erdhët, urnani. Mirë mama. Mirë mama. E kam një pyetje për hoxhën, ja kom qenë një mesazh për shkak se më ka hup e pamja syve veç. Është një sugjerim petina, ja kom qenë një mesazh këgja që do det. Apo të kujtohet, profesor? Po nuk e lexoj mesazhet unë. Te ke quë, ku e ke quë? Këtë numër. Po, tamam, atë këtë A mundesh me basi pyetja, duhesh prap me shënu në fund të emisionit edhe na e gjejmë inshallah. Te ki fjalën mesazh që bë për punën e të pamërit, apo? Po. Që të kanë hup syt? Po, më ka hup krejt pa dhe shumë pak shfa. Apo me të vetë sa vjeç je? Po, 44. 44. Motra, a kina i smundje konkrete, a qka? Ja. Zoti ka doqë. Ishtë dua një sugjerim, thash nëse Tamam. Në rregull, motër, shënoje prap një mesazh se na e gjejmë inshallah, edhe Kjo është i njëjti, po Allah e trujt. Zoti ta lehtësoft. Selam aleikum. Humbja e syve të pamërit sigurisht është një humbje një nimetit madh të Zotit. Por është për Zotit. Është prej Zotit. Në parim i motër, themi si musliman, që ka ardhur për Zotit, mirë se vjen. Khairihi wa sharrihi min Allahi Ta'ala. Besojmë kader të Allahut. Kader në caktim të Zotit. Ata që këfare ka caktuar Allahu dohet të ndodhë dhe ne e besojmë. Qoftë e mirë, qoftë e keqe. E Zoti keq nuk bën, por kështu thuhet e mira për e keqe, sepse është e keqe në sytë tonë. Është e keqe në sytë tonë. Të Zoti nuk vlerësohet vepra e keqe. Në çdo vepër të Zotit, veprim të tij ka urtësi.
Jo vetëm kur ja merr Zoti robit një mirësi, një begati, se synin e dorën, dikujt në paraliza, dikujt në veshje, dikujt në tjerë. Por edhe kur e merr këtë robin Zoti, ka urtësitë për kryer aty. Që ne nuk i dim. Pastaj duhet kujtojmë edhe diçka. Sevapin e madh që e ka o robi, kur Allahu i merr një dhunti dhe bën sabër, në veçanti të pamurit. Për ata ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ati apo asaj që Zoti ja merr dy të dashurat syt, dhe bën sabër, ka xhenetin. Kusht është me bë sabër? Të merë Allahu diçka, tab diçka. Të merë diçka, bën sabër që përblen për të shumë fish, në dynjat dhe në ahiret. Pamërët është proverand, por me sabër është sevapi i madh, shumë i madh. Bindu dhe mos dysha, se kur dilsh para Zotit, nëse je sabërlike e inshallah je sabërlike, kur dilsh para Zotit, ke dhe të shesh, ta shëhësh sa sevape ke fitu të Zoti për sabrit që ke ba e që ke pas për shkak të humburit e pamurit, ki me thonu Zoti jam, po i mshirë shumë jeti. E më pas ke mshiru, a pas ka marrë të pamurit për më ngritën dhe regje lartë, që one me punë të mija nuk shamujt me arrit atje. Allahu i madhruar përgadit për rëpt e ti nivellet larta, gjenet, shkallët larta, dhe a e din që robi me punën e vetë nuk mundet me arrit atë shkallë lartë. Andaj Allahu ja qënë do një sprovë robit të ti, por ja qenë edhe sabrin bashk me sprovën, dhe kë e aje bojnë sabër, i bie sprova i godet bojnë sabër, dhe në përmjet sabrit ndaj kësaj sprove, këta ngritën që atë deregjet në altë ku me punë kur s'kishin mujtë me fitu. Këtë matematik nuk ja ka për robit. Për ata ne theme se Allah është i përkryen veprimet e tina. La ilaha illallah. Dikuj Allahu ja merr vladin. O, s'proveran është, o Zoti jam. O Zoti jam, Zoti jam. Apo i shofëm nana tonë, prindrit tonë, jo të në që mërë Allah vra e vladin, por subhanallah i avrajnë e vladin. Tash aje me pajtu me kadër Zotit që djalis pas ka pas ymer, por pse aja myti, sprova trana. Tjetër atje bjen paraliza, atje ka paraliza dhe me vjetë, 7 vjetë, 10 vjetë, shtrit. Sproverant. Tjetër të atje Allahu i qënë fukara Allah, la ilaha illallah, më spet. Tjetër në atje Allahu e sprovan me gru e me thmi jo të rahatshëm, apo me burë me thmi jo të rahatshëm. Tran dhe hjek për tyne. Por bën sabër, Allahu e ngrit lartë, e që në atë vendat jenë gjenet, kuja ka pregaditur, e që pa këtu sprova nuk do të kishte mundur më arrit atje. Dhe mos harrëm o të rëdhë diçka. Syt e të pamurit janë shumë të shtrejt, por me gjithate, të pamurit e zemrës është me qmuar miliona herë
me vlerë se sa të pamërit me këta dy gjymtyrë dy sy. Në përmjet të pamërit të zemrës, dritës zemrës, e sheh nurin qiellor, e që është udhëzimi i hidajeti. Allah i madhruar shumë kujt ja merr sytë e ballit, por ja jap sytë e zemrës. Dhe ai sheh madhështinë e Zotit kudo. Edhe pse s'ka gjymtyr për të shikuar e për të parë. Dhe kënaqet me Allahun. Kënaqet me Allahun. Në që të kohën tane, për afërsisht, ka qenë një motër e rrethit tonë të jolar Prishtinës. Edhe asaja kishte marrë Allahut pamër. Kjo punë i ka mbi 10 vite. Dhe unë atë e pëtë shatë motrën në telefon, qysh pëndjen vetën te pas e ti ka marrë Zotës sytë. Apo ki sabër, shumë e qetë, në pajtim të plotë, razi me kaderën e Zotit. Sa që njëherë, me një stafit tim, për Bajram, shkova në shpetë të saj. Ja një fsha djallin, dhe thash djallit, nëse ka bërëm, unë po ve ditën e 2 Bajramit. Më do këtë 2 se para. Pasta edhe të e pyta, qysh pëndjen vetën, tha laf nuk e bëj. Që nuk e ndjejet mungesë. E kam së rrugën, më qu pe shtratit, me shku në banja, më këthy pe kibles, me fal namaz, me adhuru Zotin tem, pa më dihmu kërkush, dhe o kënaqa. Aq fort në lambrejse ajo, burre vetë aty, djali vetë aty, reja vetë aty, sa që kur dënëm jashtë, këshëqru se që ishte me mua, tha, ja pas ka vle me vizitu këtë gru. Aje pas taj ma lan një manet, tha kur des, kam qef ti më lëshunë dhe me dur të tua. Dhe vdeq? Vdeq ajo, kish pas, ndjehu, kish pas ymër të shkurt, vdeq rahmetlikja, dhe shkova në varrim. E jo nuk lëshu me dur të mija, se fetarisht, kur ka të tjerë nuk ban me lëshu me dur tua, i huji gruan. Pasoj nuk e thashme në për zgjalli, por ishte djali aty, dë djemt aty e familja saj. Ama më ka palan bresa, sabri saj, lidhja saj me Allahun. Kem pas e rast e tjera, do burra tjerë, do miqe shoke, ma shumë se një rast, të cilve Allahu a ka marë sytë në mosh, por lëdh me Allahun azza wa jall. Dhe subhanallah i motër se zgjatëm, kur lexoj ndonjëherë unë apo dhe shkruaj, dhe shfletoj libra për biografi të ulemave të vjetër, burrave të vjetër, për shembull sahabët pejgamberit. Ku ka pas si burra dhe sa gra? Disa prej tyre janë verbu. Disa prej tyre janë verbu. Dhe kanë jetu që ashtu të verbuar. Por, duke kënaqur me dinin e Zotit. Elhamdulillah për të madhët Allah. Jakubi alayhi salam, pejgamberi i Zotit o verbu. La ilaha illallah. Andaj bën sabër i motër, e për shpërblim inshallah taala ke xhenetin. Allahu të forcoft ja Rabbel Alamin, e truaj ty e familjen tënde. Po. Presim telefonatën tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam, motra Gane. Mirë se erdhët. Ty edhe po ta uroj Ramazanin ty se hoxhës ja komorue javën e kalume. Allah të shpërbleft. Edhe respekt për hoxhën tonë të nderuar dhe shumë të respektuar. Faleminderit. Edhe dashka me vit hoxhën, është pak a shumë e dishme, po kam qef hala dhe pak ma mirë. Gratë që po shkojna për taravia hoxh,
a është se vape dhe a është ma mirë hoxh me shku se unë për veti nuk shkoj, veç atin që tutna që i bëjt gjuna. Se me ditë që është adin ma mirë, ma se vap isha shku edhe të regom hoxha, bën me shkua, unë të shpia falna, kisha pas që kusht ma mirë hoxha atje, a këtu. Edhe diçka, këto vitet e fundit hoxh, din është apo ka vaj, edhe se s'kam kunder atyne që janë me shami, po si gati ka po shkoj pisho, në për kafe, në për anej, në për nej, gjithka, po tham hoxh mos është lirjet e prume, për këto, kishe këto që janë në shamia do të pak ma të nalë me konë ma si... E unë për veti unë në shami nuk kam, ama shumë do vena i kufizoj, i stopoj veç e di që i ma ndalën feja. Ama ka po shkoj gati po shumë me shamia plot gjithë konë. Kështu që dyqysh po mdoke që shpia të forë s'pidojnë këto, ma shumë pidu në shpin që jam pa shamin se këto me shamia. Nështë apo gaboj veç, këtu qapo më i me pa. Selam aleikum, kalofshi. Aleikum selam, Allah të rujtë, faleminderit për pyetjen. Shoft, kalofshi bukur. Hajde edhe juve, Zoti ja vlerësoft agjerimin, e faleminderit që pendoni kohën me qenë me neve. Namazi taravive dhe çdo namaz tjetër, në përgjithësi namazet për gruan janë më të pëlqyeshme me i falë në shtëpi se sa në xhami. Dhe kjo është me hadith të vërtet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me disa transmetime se fjala vije la tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahunna. Mos e ndaloni rëbreshat e Zotit prej xhamia, mos e ndaloni. Pra, mos e bësh kaktar me thonë grus, s'ki me dalë, s'ki me shku në xhami. Mos e ndala. Pjesa e fundit e hadithit, pjesa e dytë, o buyutuhunna khairun lahunna. Shtëpijat e tyre janë më mirë për to se sa xhamit. Gruaja gjithsesi më sevap e ka me u falë të shtëpia se sa në xhami. Ani pse e ka të lejuar gjithsesi me shku në xhami. Por me pëlqyeshme, me lavdrueshme, më shumë sevap ka nëse falet të shpejt, qoftë edhe vetën. Kjo është me hadith. Andaj ne nuk gëzojmë të ndalojna motrat tona, bijat tona nga xhamit. Por do t'ja kujtojmë atyne se namazën e shtëpijat e tyre për to është ma sevap. Sikur se ne djemt, mashkujt, për neve bërë më falë në shpe, por në xhamia është ma sevap. Për gratë, bërë më falë në xhamia, por në shpe është ma sevap. Çështja tjetër, ty Zoti shpërbleft që ndan kohë dhe bën të pyetje të mira, zakonisht, por a ba halal ma, unë gjithë kam mendu që ti e më lutje, zipse në kallëzove bile. Unë kam mendu që ti kisha mi ty Allah në gjennet qoftë e të lëzof këtë Ramazan. Sepse do kështë që je e pjeknin dinën, e njeh dinën, e dën dinën, e praktikon dinën, po edhe njef. Dhe ke do vjetë, do të mbëlluhoj më tërë. Urdhër e Zotit është. Urdhër e Allahut është. është e vërtetë se disa urdhërat të Zotit, një quajnë farze, ka nëherë nuk na bin bashkë tamam, po është e vërtetë ajo. Dhe këtu nuk ka diçka që hina në gjëna kur thojnë atë kështu. Për shembull, Ramazani kur vjen karrikën gosht, për një pjesë të madhe të shoqërisë, punëtor të krejt, që punojnë fusha, ndërtime, nuk janë pak, po edhe ata në administrat, po edhe ata në arsim, po edhe për nxënësa, për krejt. Shtiran, nuk razohet agjerimi sotit, i shkurt, i freskët, të më dhe skaftorën hala më nëze, një pik njës nuk në del, me agjerimin
e gushtit të karrikut me 18-20 ora xherim. Harran kur ke hamar sefer. Harran thu. S'di kur humor bok, s'di. Harran. Pra nuk takona, nuk e randja në e farz. Pra sigur se nuk ja bjen, nuk ja bjen bash tamam. Apo kur është haxhi përgjithësi është i rand, për ata pejgamberi ka quajtur xhihad, për graje, për burra. Po shtëja kësajna, kur bëhet haxhi në qershor, në korrik, në gusht, edhe në shtator, dhe i diku. Dësa është i rand. Që po t'ishte e mundur me zavendësu haxhin me pare, me që dikan bedel, për vete, njerëzit do ta kishin 2 fishuar, 3 fishuar, 4 fishuar, shumën veç mes me shku vetë në qatë të veshtërësie, qatë temperaturë, qatë farë kalablakit madh me hynte. Por jo dhe të shku vetë. Pra simbolesa. Mund të ketë paragjikime, mund të ketë qërtime, mund të ketë, që me thonë, ngacmime për të tjerëve, qërtime të qojnë ashtu, s'ka dërt, fjalë, thashe thone, dire tek pesha sajna, vape madhe, ndashtë temperatura 30, ndashtë 20, ndashtë 25, 50 në botën arabe, në Afrike, këta dione, për motrat i bartin shamijet. E që kanë marrënd, shumë marrënd se sa djemët. Dhe kështë më radhë, pra, ka farzën shëriatin tonë, të cilat nuk janë të lehta, gjihadi, me do me liftu me shliru vatanin, me dëbuar mikun për vatanit tënë, që lufta çokolada nuk shke, bëmbana nuk kate, shkën i shnosh, vjen të bot vërrosësh, dësë atje, ose vjen panikama, vjen pasy heqa, vjen anëzojnë rëbë krejta. Nuk është i lehtë. A më është farz, kohën e vetë, në rëthonat e veta. Kështu që dhe shamia i motër, është farz e Zotit, dohet me qitë shamin motërët, për me që farzën e Zotit në vend, urdhën e Zotit në vend. E ty Allahun gjennet qoftë, më lau këtë Ramazan, oj, muslimane, më lau oj motër se në është Ramazan i funit, veç Zotit dhe në dhe sa kemi hit. Po. Të dashur shikues, shkojmë një blok të shkurt marketingu të rikthehemi prapë në pjesën e dytë të emisionit. Përse të kërkoni kur mund të gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrymë Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Selam aleikum të dashur shikues, u rikthyem prapë në studion e emisionit Ta njohim të vërtetën, ku jam bashkë me të nderuarin Dr. Shevqet Krasniqi. Emisioni është i drejt për drejt, mund të bëni pyetje në 046-2200-22 duke telefonuar, apo dhe pyetje të shkruara në po të njëjtin numër. Emisionin mund ta ndiqni në të gjitha rrjetet sociale të profesorit të nderuar, në Facebook, në TikTok, gjithashtu edhe në kanalin e YouTube-s. Profesor një dëgjues e thotë selam aleikum, e kom vajzën me mbulesë, shkon fakultet në Mitrovic, udhëton çdo ditë me autobus, ndodh që ndonjëherë nuk ka udhëtar, edhe do më thonë mbetet vetëm me shoferin, ose ndonjëherë ka vetëm meshkuj. Shumë janë njerëz të mirë, s'kemi vrejtje për ta, po thot a lejohet fetarisht ky udhëtim apo duhet me i ndërprej studimet, sepse konvikt për nuk ka mujt me hi, do më thonë. Jo, nuk ka arsye ndërprej studimet. Studimet do të më vazhdu. Autobusi është i madh. Kjo nuk ka nevojë me ul shoferit të humta të mi bë mohabet. Po sigurisht nuk është. Nuk ka nevojë që më ul karrit parë e me bë Allah me shoferin atë. Por shkon fund. Ulet, e hap një libër dhe lexon, me shir punën e vet. Sigur se në taksi, ullet mrapa, shikon punën e vetë, deri të arrin taksin e destinacionin
e kërkuar. Kështu që, unë mendoj që gruaja e motra nuk ka nevojë me ndërprej shkollën, por ka nevojë me qenë e edukuar, e vetëmbajtur, edhe që inshallah është e tillë, edhe kaq. Presim telefonatën. Selam aleikum. Aleikum selam. A mundesh me ngrit zanin të lutë na pak? Selam aleikum. Aleikum selam, mirë se erdhët. Përshëndetje për juve dhe për hoxhën e nderuar. Faleminderit edhe për juve gjithashtu. Faleminderit. Fakti kam shumë pyetje, po që sa kohë jam të mundu me mu inkuadru në mision, po është e pamundur. Elhamdulillah, ka shumë shikues. Unë jam një motër muslimane që dhe me thonë pej moshës 18 vjeçare ku më fillu namazin. Edhe tash që 2 vite ka që unë vesh në gjatë, mburune nuk jam. Po më shqetëson një fakt se fakt jam nënë e 3 fëmijëve. Edhe ka njëherë po lodh në sham. Baj ibadete, fali namaz nate, e baj dhikër, më nëhna me banë. Nashta 12.000 herë në ditë ka që e thamë ose la ilaha illallah se e baj dhikër. Po një që kam shqetësa ma shumë se ka njëherë veç farzin për falit jacis. E vetërës për fala? Po ka njëherë ndodh që e fali edhe vitrin edhe sunetin, po ka njëherë kur po kam lodhje të madhe për fali veç farzin. Tamam. Për më ndalë gjumë i natën po qërna po fali na file. Edhe agjeraj ka njëherë agjerim na file, dhe me thonë, jashtë Ramazanit. Po për që me thonë, brengen që e kam më të madha, që ka njëherë jacin pja fali veç farzin. Tamam. Tjetër? Edhe kohët e namazit, më nuhna me regull, me i falë dhe me thosë si ti koha, po normal, ka njëherë jo janë shkull, jo fëmija, jo, ndodhë që shko gjysore, që masit ti koha e drejkës për shambull. E qartë. Po një lodhje, shumë shpesh po më ndodhë një lodhje e madhe, lexoj Kur'an 10 faqe, në marrën ashtë hoqë, me mëni që po thonë veç 10 faqe me lexu Kur'an. Po se di pse kam atë lodhje. Se di pse qka? E kam këtë lodhje, shumë lodhje. E ke bo analisa, ka të mjeku? Po gjithë shka në regull në mdel që jam të mjeku, po Vitamin se D, di pse këta diu në pagjakësie sene, ke kryo atë, ke po atë, në regull ke krejt. Po, ja, me shëndet kështu mirë jam, po së veç qitë lodhje që pe kam. A i ki fëmijët e vegjël? Po, Është normale. po ka njëherë s'po jam e knaqe, nështë që kja që am brengus ma shumë të ote jatësia, po të tjerat, më nuk ka pak. Tamam. Edhe të shamia. Rreth Te mbulesës, jacia dhe të shamia, prap i që të vjen. dyja. Urdhën edhe njerë? Thash te jacia dhe te shamia, që të dy Po, shqetësime, që të dy dyja po më faze. shqetsojnë mas shumë ti. A ki pyetje Selam tjetër? aleikum, jo mos t'ja marrë ma shumë, fakt shumë kum pas pyetje, po s'pom kujtuar. Hava, Okej, hava. drejtë. Zoti trujt, Faleminderit, nderoftë shumë ta valla, ju mundsoft me i largu këto brangan këtë muaj të madh të mshirës. Amin, inshallah. Selam aleikum. Shumë faleminderit. Allah e trujt e mëtër, Zot i trujt, e të forcoft, e të shëroft. Profesor, ka njëherë është interesant të njerës që kash me ibadetet mdhaja edhe çështja e shamis ju mungon. Edhe dëgjusja paraprake edhe kjo. Do të thonë namazi natës është një vështirësi e madhe. Mandej krejt këto që i përmend e në fund shamia në fakt është farz që është barabar nështa. Inshallah Allah Azza wa Jalla drejtan në udhëzon për fëmunën e shamis, edhe ata dhe këta dhe ta në motrat. Ngurojnë motrat, ngurojnë me vendos me marrë këtë hap, ngurojnë bukur shumë. Dohet vendosshmëri më të madhe, guxim me pas. Çështja që motra për mashallah nga ana e devotshmërisë takvallokut. Dhe se duket që të mbëlesë ka mangu për ndryshe i për lakmi. Për lakmi, shambull për së mirë. Zotit trujt e të forcoft.
lodhja mund t'jetë diçka nga ka të bëjë me anën shëndetësore. E që analizat këtë punë të definojnë. Mund t'jetë edhe shka ngarkesave të mëdha, obligimeve të mëdha, ngarkesave psiqike në veçanti, të lodhin shumë, të marrë energji shumë. Mund t'jetë nëse është me faza, të ke fund nëse është me faza, mund t'jetë nga njëherë dhe shkak ndikimit të ambientit, deri tek hana, yjet, stina, ndikojnë në jetën e njeriut. Madje të disa ndikojnë më shumë, të disa ndikojnë më pak. Për shembull, hana kur është e plot tek shumë njerëz ndikon shumë dhe si rrjedhoj i bën ma temperament, ma nervos. Ma temperament. Dhe jo vetëm njerëzit, por edhe krijesa tjera, hana kur është e plot. Ndikimi i hanës vret edhe në deti, në ngritjen e baticave zbaticave. Allahu i madhruar, te bareke ve taala, i ka ndërlidhur të planetet me jetën e njeriut edhe jetën e krejt gjallësave në tokë. Mund t'jetë, por këtë të më kanë faz jo gjithë. Nëse është gjithë në vazhdim, ose është shkak shëndeti, e që duhet bëhen analizat të njëpasnjëshme dhe të ndryshme të detajuara, ose është shkak ngarkesave të mëdha, detyrave të mëdha, pagjëmësise, thjeshtësinë e halete, jo punë ka shumë me, jo ka në një të shtirë për tyna, burën është në shtiri, ose edhe vetë që është të tip që së bëhet rahate, ta në këtu ndikojnë nga ana psikologjike, dhe fundit, lodhja tepër të vazhdueshme është njëra, mund të jetë njëra prej simptomeve të syshit. Andaj nëse evitohen të tjerat, kështu je e qetë si motër, si grua, si person, je e qetë, nuk ke ndonjë farë ngarkesat madhe, të rëndëm, si nanat të rënd, nanat thjesht, gratë, e tjera. Analiza dalin mirë. Është shumë e mundshme që kjo lodhje të jetë rezultat e syshit. Dhe se rrjedhoj, dohet me të bëha rukje dikush. Ose me bë veti. Dhe prava e me bë rukje, name nuk bëhet. Ama nëse është me ndërprerje, ajo ndodh të shumica njerëzve. Këtë e përjetoj edhe unë nga njëherë, por unë nuk dërzohem. Unë nuk dërzohem, nuk i nënshtrohem, nuk i dërzohem asaj lodheje cila me vije ndonjë fazë. E di që dohet shumë ma shumë me punu, me dhanë vetë zarë, por më dërzo nuk dërzohen. Nga njëherë bëj edhe analiza. Kështu që kjo mund t'jetë të e rëndëm her pas her, për jo gjithë. Për punën e farzit që për falë ndonjëherë, kur je lëdhë shumë me motër nuk ka dërtë. Veç me këmujt me ashtu dhe vetrin qofta një recate. Sepse robi kur është i lëdhë të s'mundet s'ngarkan Allah ma shumë.
Ndërsa pse shtyn farzën gjysore me vonë, për shembull dreka fillon të azami teknik këtu në Kosovë, 10-12 prefersisht, nuk e di të azami që atë dikon hyn dreka. Dhe ti e falë në orën ja, falë në gjysë në rregulla. Ose që ndia hin ka ora 3, ti e falë në ora 4, po në rregulla. Në rregulla, këtë në rregull, kjo nuk ka jashtë kohës, kjo është me kohë. Në rregulla. Allah të forcoft ja Rabbel Alamin. E presim dëgjuesin që është në linë. Selam aleikum. Selam aleikum, Aleikum selam, mirë se erdhët. mirë se ju gjeta. Përshëndes hoxhën edhe juve. Faleminderit, gjithashtu edhe ne të përshëndesim. Kam një pyetje në lidhje me vitrin. Kujt mujna mi a dhonë vitrat? A mujna mi dhonë edhe në xhami ose për shembull një person mëson me dreze apo mi a çu vitrat? E qartë. A keni edhe diçka tjetër? Për momentin po ju përshëndes me selam aleikum, natën e mirë. Aleikum selam, Zot ju rujt dhe ne të përshëndesim, agjerim të letet pranum inshallah. Talebes vitrat bën me ja dhanë me kusht që talebja të jetë i varfër. E njëjta gjë është edhe për zeqatin. Zeqati dhe sadakat el fitr, talebes bën me ja dhanë, ama me kusht që talebja dhe jetë i varfër. Minimumi mos ketë të ardhura të mjaftueshme për të shkolluar. Pra nëse është ndonjë talebe që baba e vet e ka shumë vështirë me shkollu, apo e shkollon me borxhe non-stop, apo kingrati detyrohet me punua ndeje këndeje, me lanë shkollën mangu, për më marrë me punë për me siguru ndonjë dinar, për më pagu shkollën, këti lejohet mja dhanë. Dërsa talebe cili ka mjaft, e ka babën me të ardhat mira dhe ndihmon birë që pagun shkollimi krejt, dhe nuk ka nevoj për pare. Nëse je pare, atë jenë luks. Jo nevoj, luks. Për luks nuk lejohet sadakatul fitri. Tamam? E presim telefonatën tjetër. Selam aleikum. Selam aleikum, apo dëgjohemi? Me sa duket është shkëput nga linja. A lejohen lojrat e bigjozit në internet? Me pare imagjinare në loj. Po nuk ka humbje reale, do me thonë, s'ka kur gjë realitet aty, veç sa për arktim. Si loj, ajo nuk ka si bigjaz, atë nuk është bigjaz ajo. është imagjinat, por aty më shumë më mëdhimet humbje kohës, sepse këto lojrat internetit, sa kuptojon, s'kanë haram si lojna, e keqja e sajna është që i bëhet njeriu të hinxhak. E hinxhak. Le që bën për ditë, por e bën me orë të tëra. Derisa dikant të nxan sabah. Dhe kjo është ajo që vrehet në jetën e përditshme. Edhe lojna tjerë, për shembull, në për kafe të ndryshme, këtë botën. Ata që nuk kanë fort obligime ditore, flajnë ditën, natën që ka bojnë, lujnë me letra. Lujnë me letra. Ose lujnë shah. Ose lujnë me lujna të ndryshme në kafe. Dhe të nxanë sabahu të lujt me lujna të ndryshme. Sa herë ka ndodhur me vite,
duke shkuar në xhaminë e madhe për ta falur namazin e sabahut dhe afër saj rrugës së shkon në xhami, kanë qenë në atë kohë me herët disa kafe të quaj ashtu, ku tanë natën luanin njerëzit, unë tash nuk e shesha kur po shkojnë ata, vetëm se në sabah, po shkojnë në xhami, ata në çanti verës, kur ishte namazin 4, sabahin 4 e gjys, ata të lujt ende. Disa prej tyre i ka kap gjumi, ka vlejt tawelin, o mush tim dëhani, kafja, lujt me letra, lujt shah. Tash, ata, qëta që kanë ardha? Këtë sabajt e jëmër të nërë pramë, të nërë natën. Por, krejt natën e kanë kalu këtë dhe kanë zonë sabaj. Dhe për dit, pra, lojtën bëgjaz, me pare, haram ajo është në veti, e ndalu është një haram në veti, për ana tjetër, këtë bëhet shprehi, të hen gjak, dhe më s'më në len, apo një kohë gjatë s'më në len. Që me thonë tani, halala me luë ta natën, me luë për shdo natë, me lujnë këtë e këtë. Këtë e këtë, o vetë fjalla këtë e këtë, e këni në islam ka pesh, të asë nuk bën me folë këtë e këtë, pa asë nuk bën me vepru këtë e këtë, nuk jeti fëmi vogël, kalamaj, fëmijët e vegjel, kalamajt e vegjel, si që quajnë në Shqipëri, ata bëjnë gjëra këtë e këtë. Ose njeri u runa, zëtë është i qmendur. Për të lyshen njerëzit moshës madhore, të rritur, burra, e pleq, nuk bëjnë veprime këtë e këtë. Gjënaj, Zotët është njëri me kalu natën këtë e këtë, e me lujt këtë e këtë, e me hum kohën këtë e këtë, se ka hjekjëm. Gjë muslimanit, la ilaha illallah. Sepse njëri do të pytet për kohën e vetë, që kam pas në dispozicion, do të pytet erinin ku e ka leje, pleshnin ku e ka leje, jetën ku e shpenzaje, do të pytet insani. Andaj si lojnë, nuk them se është haram, sepse e puni i bëgjës, pa bëgjës është puni imaginimi, s'ka dhënje, s'ka marrje, po imaginat, hesape, imaginatat lejohen, shumicën e raste, por, është keq që adaptohet, mësohet, dhe bëhet shpërhi ditore. Allahu alem. E presim telefonatën e fundit për sante. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se erdhët. Alo, motër. I kam dy pyetje për hoxhën e nderuar. Po. Njëna është jam rast social, edhe deshta me pyet hoxhën, a kam gjuna se një shoqat që shtu na thirr ka një herë e na jep harç, po ata nuk janë musliman. E dikush më ka thonë është gjuna me shku, e thashte veti hoxhën me di se është gjuna nuk shkoj kur me morë. Musliman nuk janë, amo edhe na thirrin krejt që shtu, jo veç mu, po plot shkojnë. Edhe ju më shku edhe unë 2-3 herë, e thashte veç hoxhën është gjuna. E pyetja e dytë është më ka dek nona mu, edhe i ka ninu 7 ditë e para të Ramazanit, se u konë shumë, aje prej fëmi gjithë ka agjerua u folë, e në qatë këtu usmu shumë, e mas Ramazanit ditë që tani, e i kanë met një 22-23 ditë pa ninu, e këmë dosh me vetë hoxhën, qysh mëj me i pagu e për shemull atë ditësojnë, a qas ka mëjt me ninu, edhe ku mëj me i dhonë atë pare. Edhe pak, edhe një pytje. Nona jo te ka agjerua 7 ditë Ramazan, Po, pastaj e smue, edhe usmu shumë, atë shumë usmu, e kem qunë spital edhe mjeku, s'ke pas qore, i kanë dhonë infuzion, a u shtrije, preku dosh me prish. Sabër. O smue, Po, edhe mund qatë smue kanë zodeka. në qatë smuj, po, mu nuk i ka mejt, kështu e kanë zonë deka, po Kujde dek mas i kanë Ramazan. zodeka pa i mejt, pa u shëru. Po, Nuk e ka bërç, se ki bërç me agjeru për ta. ju, Ja, kur ose s'ki mja bërç. pagu, se S'ki isha bërç, ato s'ki. ditë që i kanë me të Nuk e bërç, ja s'ki. S'ke bërç. Asgjë s'ki bërç. Nuk ka met nana bërç kur gjë,
vetëm më lut me te. Më lut për te. Allahu të shpërbleft, hoq, faleminderit Amen. shumë. E çështja tjetër, më shku Zotit ti me nderoft, marrë atje. faleminderit. Po. Më shku me marrë ndihmën atë shoqatën e jo muslimane shkalirisht. Përderisa ajo shoqat nuk të bën presion apo nuk të fton me ndrrufen. Apo për çahu fenë tyne. Që është bëjnë disa organizata. I kushzoj njerëzit për me ndihmue, por me shku në mësimet e tyne fetare, andeje, këndet, unë me hajshu fenë e tyne, hajt, e mi qitë fetë tyne. E me thonë, tash s'ka me të kurgjë vetëm se më pakzu edhe me sërpik me ujë edhe në rove fenë. Këtë e kemi haramni. Ne fenë nuk e shesëm. Fenë nuk e nërojna. As për buke, as për ujë, as për idar, as për kurgjë. Feja është ma shtrejt se buke, se ujë, se veshmbathja, se harqe, se ushqimi, se krejt. Feja është ma shtrejt se jeta njeriu të krejt. Për besimtare. është ma shtrejt. Andaj Zotë më sadhasht. Ne, për interes të dynjas, apo interes shëndetësor, apo interes të barkut ton, me në rufin. Por, nëse që është qatë, kush do qoftë, nuk të përmen fe kur gjo. As bardh, as zi. Fie shkan. I registruesh të din dhanat, gjendin tanë, ta për cilën, vjen kohan mujta, njafta, më shko marrë ndihma, shkane mërë ndihmat, kur gjo i thu falemderit, kaq. Regull është, sa në të keqe s'ka. Po. Profesor, për lexoj edhe pyetjen e fundit për sonte, se jemi në minutat e fundit, ndëgjuese pyetët nanat vetë ushqyse, a ju lejohet me marrë zakat ose sadaka, edhe nëse punojnë, po e kanë vështirë me ja dalë me çato të ardhuna që i kanë. Qysh edhe njëherë? Nanat që rritin fëmijët vetë, që janë të ndame prej burrave. Po. Po ta lejohet me marrë sadaka ose zakat. Ato punojnë, po e kanë vështirë me imbulu gjitha shpenzimet. Po, nëse një person nuk i mjaftojnë të ardhurat e tij apo të saj mujore, për veti, për rob të shtëpisë, sikur se ky rast ku një grua, një nan, besimtare, o met me kalamaj, me fëmijë, dhe detyrohet me djersën e saj, me dalë, me punu, për me i mirëmba, për me u përkujdes për fëmijët e saj, dhe komplet për shtëpinë, se është e zoja e shtëpisë tash, dhe nuk i dalin të ardhurat mujore, ka të drejtë gjithsesi me marrë zakatin. Ka të drejtë me marrë zakatin. Po. Megjithëse përgjigja ke pak më e shkurtë se e planifikum, profesor, edhe një pyetje po e lexoj, një nuse pyet thotë vjerri po bëhet shumë nervoz gjatë Ramazanit. Na mundohemi maksimalisht me u përkujdes për ta, e respektojmë, nderojmë, po ndonjëherë po del prej kontrollit e s'po di qysh me u sill me ta. Kur gjë, mëse sill me ta vetë bën një rrash, edhe sa që kemi bë plakë. Ai rana të jashtë. Po, ai jashtë më rana që kemi bë plakë, s'ki që i bën. Allah e Zotë të drejtë të ftjara, be atë ta neve. Ramazan nuk është muj hidhërimi të nervoze se është komplet këndër të asajnë. është kontrast me këta agjerimi, me agjerimin e veprimi tillë. Njeri janë muj në Ramazan, duhet jeti but jakor. Franovet vetën. Së shtë publika që të pak. Franovet vetën tante. Frano. Shtrëngoje pak. I për në rëzona. Del më sërë në bank në rëzoj. Dilec. Kujtu Allahun. Dhe la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Mëse qëtë më lefin tëndë. Kujtoj madhështin e këti muaje. Kujtoj të arab tanje në gjerushëm. Tangë të në gjerushëm. Më kjeve shte. Jena të tjirë, në shtata ma shumë se ti lodhen. Kanë punë ma shumë. Por nuk janë nervëz. Ramazan do të mbizëtrej harmonia. E jo të ethtit. E nervoza. E mërzia, dëshkut të diune, arroganca, tjere tjere.
e largimi për njani tjetërit të runa, zëtë të thumbimi me fjale, Astaghfirullah. Ramazan duhet të mbizëtroj harmonia mes rrëve shtëpis. E pastaj tonë njëjtë nuk janë. Nga një herzoja shtëpis, është ai cila mënot me afrua reja të djemë të nipat, e po djallam qërja, e mani qike, e mani djallam, po t'i njeri, po t'i djall, po të hatë Ramazanit e shkrin vetën. Dhe është të ruj harmonin familjare gjatë i muaj Ramazan. Se këta në ta agjerojnë. E të mbizatran një frym, një ambient, një gratë në familje, në sefere, në iftare. Pastaj dikon agjerime mundon ma shumë, dikon ma pak. Njerëzën të tilë, dikush lodhët ma shumë, dikush ma pak. Dikush me agjerim veç a mërë forcë hala. Dikush edhe me agjerim pa agjerim është i dekt, i shguft. I dekt, flajt që kanë, këtë flajt që kanë. Flajt që kanë, flajt. Në Ramazan mo, flajt, këto, këtë flajt, shqyrë që atë Ramazan që e ka, po më se ngozë. Së këtë flajtë në 11 muj, po se të lanë në 1 muj ditë namës bëhet, lele të agjeranë, thë janë i djale, Maria jema. E tim, kërës është aty thë jo zoti jam, drejtë të malë zëma, cili asui se këtë flajt të ka shkanë. Por, më se për të Ramazan, me thonë për shka flajt, që bënë bukën, që për Ramazan, o këpër. Pastaj ata të cilët e marrin këtë hap, ata e njerëz të mëdhej, gra burra, që të qofshin, dhe kanë shpërblimin shumë të madh. Kanë shpërblimin e madh, a dini grua sa savapin e ka cilat qohet se fer e prish gjumin herët. Për mjë bërë vëshpis 3, 5, 7, 10 të rabë, ti kur gjonë që kur qohen, me gjithë bukën të avëllin. Për të mërë sa në me të zotit është. Po ashtu në iftar, ata në lodhë para iftarit, do bin flajnë se ka kapë lodhja, në lodhën më lisë, do të tjerë një për puna, do të tjerë të ndej këndej, për edhe zëve, pëse zëve shpis nuk e lodha, për dhe ka gjëru, bile ke dhe se fyrë në ka ba, prap e bënë iftarin, e trupi saj e disa është e latë. Dhe është tangë ta që hajnë iftar për i turve të sajnë, e dimër se vapi është aty. Po dhe ratë e madhe kjo është. Plus asajna, që e bën vetën kurban për hatër të familjes. Ta është ke ndjen dhe ke përpjek është i badet në veti. E kështu do të me ndje minimumi i zoti dhe i zoja shpis. Që janë ma të pjekon. Krejta janë në ta. Këta tjerë, djemë të reja të nipa të janë në nëmbrellën e tyne. Këta janë përën të tyne. Këta janë ata që do të me dorua me qenë ma sabërli, ma të gjane, ma të torte, ma të meqe, me shtu me ra. Por që nga një njerëzit nuk janë. Dhe kjo ka të bëj pastaj edhe me mja ditë sa ja din peshën Ramazanit, e vletë Ramazanit, i badet të këkëni mu i ditë që kanë, e plakin ashtë ta më se pretë Ramazanit tjetër heq. La ilahe illallah, me që me kapë një partë të spi, me dalë dikone, që ngoja e motar që tha, 10 herë, 12.000 herë, më rana ditë e sëm la ilahe illallah. Me gjithat e latë, më listë, e këput nga ana, fizike, me punë, me angazhime, por 12.000 herë, 10.000 herë la ilahe illallah në ditje. E pse plaka nuk e kap në partë të spi, e mullë dikon që atë, me lezu Koran, nëse den, nëse s'den, me të spi la ilahe illallah, la ilahe, dhe të nëzagjumi. Nëzagjumi flenë që sore një orë qohet, me ravdes, falë namazën e kohës, ose për dhe gjë namazën, për penis me të spi. Dhe më ranë ditë e se banë 10.000 herë la ilaha illallah pa problem. Edhe natën i banë 50.000 herë të spi. Po krejt ato i gjinën ditën e kiametit. Allah në azoft, në drejtoft. Ja Rabbi Alamin, lume që banë sabër, është i gjanë, është i urtë, është i menqë, është dorimtarë, sabër li. Lume për vetë. Allah në bëftë të tilë. Inshallah. Profesor, Allah të shpërbleft, Allah të ndëroft, që ishe dhe sante bashkë me neve dhe me shikuesit e emisionit Ta njohim të vërtetën. I falenderojmë të gjitha ata që kanë ndakuhen me qenë bashkë me neve. Zot ju rujt, ja pranoft të gjitha ibadetet që i bënin këtë ditë të shejta të Ramazanit. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.